Për shembull, vjen pejgamberi alayhis salam dhe na thot neve kështu. Thot kur besimtari ka dy gëzime. Njërin kur tulet në iftar, e njërin kur del ditën e gjykimit. Tash, që ky hadithi prek dy elemente të rëndësishme që kalojnë botën fizike. Ky momenti kur ky ulet në iftar, hadithi nuk e synon që ky u gëzu që po han buk. Hadithi e prek një element tjetër. Hadithi e prek elementin që njeriu që ka xhiru gjatë ditës, ose që ka xhiru krejt Ramazanin, kur vjen dita e Bajramit, ose kur vjen çdo natë iftari, kur ulet në iftar, i shtohet një bindje që i dul besnik urnave të Zotit, që e forcoj lidhjen me Zotin, edhe i vjen një përjetim i lartë shpirtënor. Mundi mi thonë edhe një vetdije e lartë njerëzore. Unë ja arrita sot. Unë ja arrita me kompletu Ramazanin. Unë ja arrita me kry këtë punë, me kry atë punë. Unë ja arrita me bo këtë humanitet, këtë. Domethënë, është momenti kur njeriu e bën një vepër të mirë edhe e bën në emrin e Zotit dhe kjo lidhje me Zotin e Madhëshëm i prodhon atij ndjenja jashtëzakonisht të mira ose përjetime të mira, që e kalojnë për mosën fizike, që kur s'ka mundësi që atë përjetim me pas një njoni që s'kan gjinu. Edhe mos e harroni pjesën tjetër. Besimtari ka më kënaqur kur del para Zotit. Tash kjo është dimensioni i thellë që e shpjegoj më herët, që feja tash e ardh me idenë që ky besimtari e bën një punë të mirë në këtë botë, po motive ka botën tjetër. Motive ka takimin me Zotin. Motive ka një qasje shumë të thellë. Ne kemi kalu shqisat. Na besojna në sevapin, në Zotin, në mirësit. Na besojna që çdo njeri që bën mirë, s'kam ja hup kur Zoti i Madhëshëm. Prandaj edhe jetojnë atë qetë. Prandaj edhe s'ka nevojë mu lavdu. Prandaj edhe zvujna për asnjë moment. Pse? Sepse na kena një Zot i cili na ka thonë edhe në qoftë se sa grim, sa keni bërë mirë, keni me gjetë te Zoti i Madhëshëm.